Heshtje trishtuese në brigjet e liçenit të hidrocentralit të Vautdejës Ragam. Themi trishtuese pasi jemi në kulmin e sezonit turistik që po shoqërohet me temperaturat të larta, ndërsa këtu nuk ka asnjë aktivitet turistik. Me përjashtim të lundrave të peshkatarve, asgjë tjetër nuk shfaqet në gjithë të hapësirë ujore rrethuar me masive të gjelbëruara, pikërisht në zonën më të përshtatshme të liçenit të Vautdejës për ngritjen e një moloje për mjetet lundruese në funksion të zhvillimit të turizmit, nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë tentativë për ta vënë këtë në dispozicion të zhvillimit turistik. Kjo është e pajustifikueshme si për pushtetin vendor ashtu edhe për operatorët turistik. Jo më larg se 20 minuta nga Shkodra, përmes një udhëtimi panoramik Mbreslënës, të lihet në vetmi kjo zonë begat dhe të mos shfrytëzohet për turizëm është e paimagjinueshme. Çfarë pengesash duhen të kaluar që hapësira të kësaj natyre kaq pranë qytetit të kthehet në burim të zhvillimit të shpejtë turistik? Këtë e kemi të vështirë ta kuptojmë. Janë shumë vite që sektori i turizmit është shpallur prioritet nga qeveria dhe investohet shumë në këtë drejtim, ndërkohë ekzistojnë potenciale të tilla mjaft të pasura, si brigjet e liçenit të hidrocentralit të Vautdejës në Ragam, lehtësisht funksionale për zhvillimin e turizmit, por lihen në harres.